Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, deri më tani ka emëruar drejtor të shërbimeve publike Islam Ukimeri, drejtorisht të DKA-s Luljeta Veselaj Gutaj, drejtor të turizmit Adam Orina, drejtor të katastrit Senxar Karamoqo, drejtor të administratës së Komunës së Prizrenit Bexhata Bytyqi. Mirpo kryetari Totaj për televizionin Besa konfirmoi se deri në fund të kësaj jave ose brenda 2-3 ditësh emëron të gjithë drejtorët. Kryetari i Komunës së Shaqir Totaj ka njoftuar sot për një tjetër emërim në kuadër të ekzekutivit. Ai ka bërë të ditur se Samra Iliazi është emëruar në pozitën e drejtoreshës së inspektorateve. Totaj ka theksuar se ky emërim është pjesë e ciklit të plotësimit të strukturave drejtësuese të komunës. Dhe sipas tij, kompletimi ekzekutivi do t'i hapë rrugë intensifikimit të punës në sektor të ndryshëm të administratës komunale, në funksion të përmirësimit të shërbimeve për qytetarët e Prizrenit. Ai pohon se edhe 2 drejtori do të plotësohen nga marrëveshja me subjektet e koalicionit. Ai njoftoi se nga LDK-ja në Prizren kanë ardhur emrat dhe nisër pret që të bëjë një takim paraprak dhe pastaj të emërojë dhe kështu ta kompletojë gjithë qeverinë lokale. Po, qeveria lokale është në proces, po është gati në përfundim e sipër. LDK-ja ne kanë dorëzuar 5 emra për 5 drejtori sipas marrëveshjes. Nesër planifikoj të takoj ata drejtor përpara se më emënu për me bëni bisedë kështu të përgjithshme njoftuese. Edhe pastaj sipas gjitha gjasave vazhdojmë me proces të emënimit edhe tyne, edhe 1 ose 2 drejtori tjera që na kanë mbet pa u përfunduar. Për shkak se marrëveshjet me të gjitha partitë të cilat do të kemi në koalicion, pra me LDK-n edhe me partitë e komuniteteve kanë përfunduar, tash pritet veç finalizimi. 2 drejtori që kanë mbet do të jenë drejtori për komunitetet, sepse qëllimi jonë ka qenë që të tregojmë një kulturë demokratike dhe të përfshijmë edhe komunitetet në qeverisje lokale, duke marrë parasysh faktin se Prizreni është një qytet me diversitete, ka komunitete dhe përfshimja aty në qeverisje lokale është tregues se sa jemi na të zhvilluar në aspektin politik dhe në aspektin e respektimit të drejtave tyne. Prandaj ne kemi vlerësuar që ajo është një hipotezë dhe një hap që tregon mesazh për te qeverisë lokale dhe për te Prizrenit, prandaj edhe kemi vepruar ashtu. Tregoj komuniteteve, po cillave komunitete do të vendosim ditëve në vijim. Kujt cila drejtori takon e vendosim ditëve në vijim. Bëhet e ditur se nga LDK-ja Driton Selmanaj tashmë ka dorëzuar emrat të drejtorëve janë këta emra: Sulejman Baxhaku, Ajlen Shishko, Florent Ukaj, Nderem Kadriaj si dhe Fatmir Memaj.